investitorët, siç thatë ju, shikohen me një urrëtie, sepse nuk e arrin dot atë që bëjnë ata. Jo të gjithë investitorët, lutem do t'i ndajmë, se ka investitorë që kanë përfituar. Për cilësorët, po. Dhe ne e filluam me Pacollin, po. Dhe Pacolli, me sa pashun, është një problematik kontraktuale. Nuk ka lidhje kjo jo spaku, jo erdhën rusët, sepse neve, e di si e shpikim armikun, ne jemi popull që kryojnë vetëm armik. Shpikim vetëm armik. Dhe neve, nuk e kuptojmë akoma që ne jemi në 2025-ën, dhe sot të prodhosh armik është e pamundur. Po neve vazhdojmë, sepse gabimet e së shkuarës, ne po në ndigin akoma. Ne merimi akoma Kosova, Toka, Ushit Toka, Trepçja, ne merimi me hallë dhe Serbis, kur do bjerë Vučići, Vučići një pro-amerikan, a i thot është pro-rus, a i tjetër shumë. E kupton me fjalë se Shqipëria, në për lokalet shqiptare, po ta shikosh të gjithë situatën, prodhohen lidera. Me fjalë Shqipëria, po ta shikosh në kafe, flasin liderat e planetit, të cilët planeti shumë i vogël, që të mbaj kaq presidenta dhe lidera planetit. Kështu që në Shqipëri, një kafene zotron vetëm 10 lidera dhe burra shteti që mund t'i përdorin shtetet e ndryshme, sepse kapacitetet që kemi ne janë universale. Kështu që Shqipëria prandaj ka këtë dembelizëm, se ne po të bësh një kërkesë, kërkojmë 50 punëtor, nuk vin asnjë. Po të bësh një kërkesë që duam 50 drejtor, vin 500 kërkesë. Jam dakord.